nuk po e majmë pastërtinë sa duhet. Ndoshta në për shtëpia mirë, dhomat ku po rrim mirë, po jashtë ne kem qef me hangër, edhe prej makines, prej kerrit me gjujt për jashtë. Filterin, paqetën e cigares, plastikën e ujit, sandoviçit letrën me gjujt jashtë. Kur ta gjujt jashtë, çfarë shkon ndërmend? Kush e pastron? Ti rrullish krahat, çka po di, kryesoron. E ka aty për jashtë ku ta gjysh isa kompani. Higjiena. A kështu muslimani bana? Muslimani këta se ban. Prandaj, inshallah taala, i kam bërë disa fletushka që do t'i shpërndaj të dillën, jo sot, por prej juve sot kërkoj 10 makina, 10 kerra, kerri jam është i pari aty normal, edhe 10 kerra tjerë, 9 kerra makina tjera, do të dalim prej Përmizhur deri në Mejdan Pllavës, do ta pastrojmë rrugën djathtë shmojnë, mas nesër, inshallah taala. Besojmë që 50 vetë prej juve, djemve të ri, sidomos, do të na përkrahni. Do të vini me fal namazin e drekës këtu në xhami mas nesër, e diell, dorëzat i kemi sigurua, edhe qeset e bërllokut i kemi sigurua, inshallah, edhe 10 makina, kush e ka kerrin, vjen me kerr vetin, 50 vetë do të dalim 10 kilometra rrugë djathtë dhe të majtë, edhe fletushka do t'ju shpërndajmë aty që do të ecin me makina, edhe rrugën do ta pastrojmë, mos na shehe kush marrë, kush t'hecë ashtu ajo rrugë. Edhe një ditë do të dalim prej përmi Gërnasell deri në Prevall, se kretë vendet ku po pushojnë për piknike, i bëjnë bërllogin edhe aty i lanë, ne do t'ja u hekim fise bilillah, e hoxha ju i pari, unë i pari, jo i mrami, e do të shkojmë edhe atë akcion, edhe këtë akcion, edhe atë akcion do t'a bëjmë para Bajramit, mos na gjenje Bajrami të pisaft, mos na gjenje Bajrami të fleqt e të ndyt. O vllazën musliman, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, imatatul edha anit tariqi sadaka, me hek një bërllok prej rrugës, shko pejgamberi që ka thonë, me hek një bërllok prej rrugës, është sadak. E me qitë, çka është? Zëqat, nësë është. Inshallah të regojmë kulturën tonë në vepër biidhnillahi taala. Prandaj kërkoj prej juve, mos t'ju vjen marrë, mos të hezitoni, të diellën, të interesuarit, do të vinë këtu të falim namazin e drekës, edhe mandej me makina, do të shkojmë drejt atje 10 kilometra. Prej Përmizhur do të fillojmë deri në Mejdan Nalt. Në 2 orë do të shpërndahemi makina, mbranda 2 orëve e kryjmë atë akcion edhe vim prapë këne. Ti tregojmë të gjithëve edhe në xhami, edhe në vepër, edhe në praktikë, edhe në rrugë, edhe në makinë, se ne jemi ummeti i pastër, inshallah taala. Allahu xhalla xhelaluhu na bën të pastër imanin një herë mas pari, mandej të pastër trupin brenda shtëpisë dhe jashtë shtëpisë, inshallah taala.